Dhe llogarit të vëllezër se çfarë ndodh me lajket kur lexohet Kurani diku. Garojnë me lajket për të ngjuar Kur'anin. Ka thënë Imam Nawawi në librin e tij Adabu Hamalat al-Quran, edukata atyre që mbartin Kur'anin, ka thënë Kur'anin nuk e kanë me lajket. Për këtë arsye, sa herë që lexohet Kur'ani mblidhen me lajket. A ka argument për këtë fjalë? Ka argument. Hadithi i sahabiut që po lexonte surën El-Kahf. Çfarë tha i tha? Isha duke lexuar surën El-Kahf, tha. Dhe kali që ishte aty afër meje, se nuk kanë pas shtëpi me dhoma, kanë qenë me një vend fleshin gjithë. Tha sahabiu, tha ndërkohë tha se mund ta binte dikush në kali ke njeriu, s'kishte pra. Ajo ishte jeta e tyre. Me një vend jetoshin gjithë. Dhe tha, kur shoh kali thot filloi duke lëviz si trem diçka e tillë, kur shoh lart thot një re e bardh mbi kolibe, si themi. Dhe të nesër në mjes ndërpreu Kur'anin, se nuk e kapi situatën, dhe vjen tek pejgamberi sa sem të i tregon. Tha pejgamberi sa sem ishin me lajket e Zotit që vinë dhe prezantojnë ku këndohet Kur'an. Pasha Zotin tha, mos ta kishte ndërprer ti leximin e Kur'anit, do të gdhinin njerëzit në mëngjes dhe ajo reja e bardhë me lajkeve pra, do të ishte mbi shtëpinë tënde.